Kur agjërimi humb kuptimin e tij. Ramazani është muaj i përmbajtjes, muaj i disiplinës, muaj i pastrimit të trupit dhe shpirtit. Por për disa, ajo që fillon si uri për hir të Allahut, përfundon si mbingopje për hir të epshit. Tryezat mbushen më shumë se zakonisht. Ushqimi bëhet më i tepërt se në çdo muaj tjetër. Dhe ajo që duhet të ishte një muaj për ulësisë, rrezikon të bëhet muaj i teprimit. Por Islami nuk e mëson këtë. Allahu i madhëruar thotë në Kur'an: hani dhe pini, por mos e teproni. Vërtet, ai nuk i do ata që e teprojnë. El-Araf 31. Ky është një paralemrim hyjnor, sepse teprimi nuk e ushqen shpirtin, ai e rëndon atë. Agjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi, por mësim për vetë kontrollin. Kur njeriu ndjen uri, ai kujton dobësinë e tij. Ai kujton varfërinë e tij para Allahut. Ai kujton ata që nuk kanë ushqim. Por, kur ai e zvendçon urinë me mbingopje, ai humbet këtë urtësi. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: biri i Ademit nuk mbush më të keqe se stomaku i tij. Në këtë hadith, profeti na paralajmëron për rrezikun e mbingopjes, sepse stomaku i mbushur rëndon trupin dhe e bën zemrën dembele ndaj adhurimit. Profeti a.s. nuk e çelte iftarin me teprim. Ai nuk kërkonte shumëllojshmëri ushqimesh. Ai nuk mbushte tryezën me bollëk të panevojshëm. Ai e çelte iftarin me disa hurma dhe ujë. Nëse nuk ishte hurma, pinte ujë. Kjo ishte thjeshtësia e njeriut më të dashur për Allahun, sepse qëllimi i iftarit nuk është mbingopja, por rifitimi i forcës për të vazhduar adhurimin. Pas një iftari të lehtë, profeti a.s. falte namazin e akshamit. Ai nuk e rëndonte trupin e tij me ushqim të tepërt. Syfyri është një bekim. Profeti a.s. ka thënë: hani syfyr, sepse në syfyr ka bereqet. Por bereqeti nuk është në sasi, është në qëllim dhe në moderim. Kur njeriu ha tepër në syfyr, ai e lodh trupin e tij. Ai e bën agjërimin më të rënd. Ai e bën trupin dembel. Islami nuk kërkon teprim. Islami kërkon ekuilibër. Profeti a.s. na ka dhënë një rregull të artë. Mjafton për birin e Ademit disa kafshata për të mbajtur shpinën drejt. Nëse duhet patjetër, atëherë 1/3 për ushqim, 1/3 për pije dhe 1/3 për frymëmarrje. Ky është ekuilibri hyjnor. Një stomak i mbushur plot e bën njeriun të përgjumur, të rëndë në namaz, dembel në adhurim, të dobët në përkushtim, ndërsa një stomak i moderuar e bën zemrën të gjallë. Mbingopja nuk prek vetëm trupin, ajo prek zemrën. Dietarët islam kanë thënë: kur stomaku mbushet, zemra verbohet. Sepse stomaku i mbushur e largon njeriu nga përulësia. Ai e bën njeriu të harrojë qëllimin e Ramazanit. Ramazani nuk është muaji i ushqimit, është muaji i Kuranit, është muaji i faljes, është muaji i mëshirës. Ramazani na mëson të kontrollojmë veten, na mëson të jetojmë me më pak, na mëson të jemi mirënjohës. Kur besimtari ha me moderim, ai ndjen lehtësi në trup dhe dritë në zemër. Ai qëndron më gjatë në namaz, ai lexon më shumë Kur'an, ai ndjen më shumë përkushtim, por ai që e mbush stomakun e rëndon shpirtin e tij. Iftari duhet të jetë i thjesht, i moderuar, pa teprime, me qëllim për forcë, jo kënaqësi të tepërt. Syfyri duhet të jetë i mjaftueshëm, i lehtë, me qëllim për të përballuar ditën, jo për të mbingarkuar trupin. Ramazani nuk është provë për stomakun, është provë për shpirtin. Allahu nuk kërkon që ne të vuajmë, ai kërkon që ne të mësojmë vetë kontrollin. Mos e shkatërro agjërimin tënd me teprim, mos e zvendço urtësinë me mbingopje, sepse ndoshta agjërimi yt nuk është pranuar për shkak të asaj që ke ngrënë, por për shkak të asaj që ke kontrolluar. Ramazani është muaji i moderimit, muaji i përulësisë, muaji i kthimit tek Allahu, dhe stomaku i moderuar është rruga drejt një zemre të gjallë.